Petro Koçi është rrequr nga kandidimi për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, një ditë pas mbledhjes së grupit parlamentar të PS-s, ku kryeministri Rama paralajmëroi se asnjë prej deputetëve meshkuj që kanë pasur një mandat në parlament nuk do të përfshihen në listat e mbyllura. Njoftimin ai e dha së pari përmes rrjeteve sociale, ndërsa më pas në një bisedë për News 24 dha detaje, ndërsa shprehu kundërshtimin e tij ndaj sistemit të listave të hapura në nivel rajonal, duke theksuar se ky sistem do të krijojë probleme të mëdha midis kandidatëve dhe elektoratit. Kur unë nuk drejtoj një zonë të caktuar elektorale, ishte një përbëni të arsye të plota për të mos qenë pjesë e garës. Kam qenë në parim kundër listave të hapura në nivel rajonal. Mendoj se ky sistem do krijojë problematika të mëdha, infeksion në marrëdhëniet mes kandidatëve dhe elektoratit, por edhe mes vetë kandidatëve me njëri tjetrin. Duke u angazhuar sigurisht të punoj fort për Partinë Socialiste në çfarëdo lloj detyre që do më ngarkojnë gjatë fushat. Gjatë bisedës për News 24, Koçi komentoi dhe kandidimin e Cenoklosit në listën e Fierit për zgjedhjet e 11 majit, duke u shprehur se nuk është e përshtatshme që personat në hetim nga SPAK të kandidojnë. Do t'ishe në nderin e çdo lloj kandidati të mundshëm që nëse ka hetim serioz nga SPAK-u, duhet që vetë personi të mos kandidojë, nga ata që i bëjnë thirrje këtyre personave të mos jenë pjesë e listave. Kujtojmë që Cenoklosi është në hetim nga SPAK për 4 vepra të rënda penale, ndërkohë që duket se po katapultohet në listën e socialistëve të Fierit.